Dhe nuk e lë këtë zonjë Edi Rama që t'japi përgjigje, por nuk na pengon ne askush që t'japim përgjigje vetë. Ne kemi pritur deri tani, sepse pavarësisht nga rezervat që unë kam për kryeprokuroren dhe kushdo mund të ketë, përsëri është detyra e çdo politikani që të bashkëpunoj me drejtësinë, të bashkëpunoj me prokurorin, por ama nuk është detyrë e saj që për siguruar një mandat të dytë për veten e saj, për siguruar mandatet të dyta për bashkëpunëtorët e saj, të bëj lojra të cilat nuk nikojnë në fatin e njeriu apo të dy njerëzve, por të cilat ndikojnë në fatet e një vendi, të cilat projektohen dhe montohen për të nxitur dhunë. Ata që drejtojnë Partinë Socialiste që bëjnë skenat e dhunës, nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Asnjë nga ata 321 element me precedent penal të dënuar për vrasje, për tentativa për vrasje, për përdhunime, për vjedhje, asnjë nga ata ju siguroj unë që nuk ka qenë dhe nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. Duam zgjedhjet parakoshme, se nuk bëhen zgjedhjet dot në 8 maj, sepse lokale, sepse është situata e tillë, është çike tensionuar, a thuaj se kush e tensionoi, vetë tensionuan apo jo. Po si nuk u bë kanë dot zgjedhjet lokale, të cilat janë shumë më pak të rëndësishme, pavarësisht se janë shumë të rëndësishme për çdo qytet dhe për çdo komunë në vetvete, se që nga klima e tillë dhe në një klim të tillë na u bë kanë më kollaj zgjedhjet e përgjithshme. Duket qartë se Ilir Meta, kryetari i ndjes pas Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka një siklet. Është ky një siklet me zë e me figurë, një video ku Ilir Meta me blok në dorë u tregoi gjithë shqiptarëve se mbi çfarë korrupsioni dhe aferash është ngritur koalicioni i turpit mes tij dhe Sali Berishës. Ilir Meta ka një siklet madh, e prandaj e sulmon prokurorin e drejtësinë. Shantazhon e kërcënon me shpresën e vagut se kështu do të mund t'i shpëtojnë dëshkimit ligjor për vjedhjen me blok në dorë që s'ka mbetur kush pa e parë tani më. Vetëm një njeri i kapur me shpatulla pas murit, me zë e me figurë teksa vjedh, mund veproj si Ilir Meta. Nga një anë të ftoj prokurorin të hetoj, e nga ana tjetër të sulmoj atë paturpsisht. Nga njëra anë të thotë se do t'i vihet në dispozicion drejtësisë, e nga ana tjetër të hedh çdo ditë vrerë mbi prokuroren e përgjithshme. Një njeri i pafajshëm do ta linte drejtësinë dhe do të priste me padurim ose me durim të madh që ajo të bënte punën e saj. Por Ilir Meta e di po aq mirë sa që din gjithë shqiptarët se ai nuk është i pafajshëm. Prandaj sot dhe gjithë ditën sulmon prokurorin dhe opozitën. Kot përplitet Ilir Meta, e ka të humbur gjyqin me opinionin publik. Ai është sot jo vetëm shëmbulltyra e korrupsionit dhe e vjedhjes me blok në dorë, por mbi Ilir Metën sot rëndojnë po aq sa mbi Sali Berishën edhe jetët e humbura të 21 janarit. Ishte videoja e tij që shkaktoi atë zemrim popullor, që shpërtheu 21 janar dhe ishin urdhrat e shefit të tij që plagosën dhjetra shqiptarë të pafajshëm, morën jetë shqiptarësh të pafajshëm për llogari të vjedhjeve të Ilir Metës dhe koalicionit turpit ku ai bën pjesë.